Një fokus të rëndësishëm në forumin e Vjenës pati edhe një nga sektorët më potencial të vendit tonë, siç është ai i turizmit, që bën një hov zhvillimi gjatë viteve të fundit. Sipas ministrit Blendi Konxha, interesi i sipërmarrjeve të huaja për të investuar në Shqipëri mbetet tepër i lartë, dhe ai duhen shfrytzuar këto mundësi reale. Jemi në zemrën e Europës, është një forum i cili vërtet bëhet në Vjenë, por nuk përfaqëson vetëm interesat e kompanive austriake, por edhe interesat të shumë kompanive të tjera që janë ndërkombëtare, dhe janë mbi 17 të tilla, korporata shumë të fuqishme, siç është edhe emri i vetë konferencës, pra për një horizont të ri të Shqipërisë në atë që do të jetë e tashmja dhe e ardhmja jonë, që është gjithmonë për pranë integrimit, dhe që nuk mund të jetë dot një integrim i suksesshëm në rast se ne nuk kemi pjesë e gjithë tregut më të suksesshëm botëror, sa i takon edhe investime, po edhe bashkëpunimeve. Këtu ka dhe investitorë shqiptarë, këtu ka dhe partnerë të investitorëve të huaj, këtu ka shumë investitorë cilët mbase prej këtyre eventeve dhe mundësive të komunikimit do të vinë në Shqipëri së shpejti, ka ide të reja, po eksplorojmë mundësi të reja dhe po krijojmë një ambient sa më miqësor me biznesin, me investitorët dhe me atë që do të jetë shumë shpejt një kapital shumë i domosdoshëm për Shqipërinë që ne po ndërtojmë, dhe kjo fal gjithë punës që po bëhet në nivelin e investimeve dhe për gjithçka që ne po punojmë krahas reformës legjislative dhe krahas gjithë punës sonë për konvergjencën, për reformat në kuadër të planit të rritjes Bashkimit Evropian dhe hapave konkrete. Këto janë ditë konkrete pune, këto janë marrëveshje, këto janë kontakte konkrete që janë shumë të rëndësishme për të krijuar besueshmëri, për të krijuar atë kimi që duhet për të pasur një ambient investimesh sa më të fortë në Shqipëri. Pritshmëritë që vendi ynë të vijojë të mbetet një aktor i rëndësishëm në sektorin e turizmit mbeten tepër të mëdha. Shumë i rëndësishëm si sektor, natyrisht që për Shqipërinë është një nga industritë kryesore, ku natyrisht edhe bashkimi me kulturën bën që dhe vetë trashëgimia dhe gjithë historia jonë të jetë tregimi që do ta shoqërojë qëndrimin në Shqipëri dhe do të ketë një eksperiencë edhe më të madhe itinerare, pra kthimi i një përjetimi të Shqipërisë, jo vetëm fjetja, jo vetëm ardhja, jo vetëm plazhi, jo vetëm uji, po një përjetim i tërë i cili do të shkojë deri në atë që ne e njohim si një familje, ku ne duam që brenda tregut evropian të mos konkurrojmë për t'ia marrë njëri tjetrin, por ne duam të gjithë si Europë, ku Shqipëria është pjesë, mesdheu është zëmra e Europës, të jetë konkurruese në botë, dhe të kemi mundësinë që ne gjithë të ndajmë nga klientela botërore pjesë sa më të rëndësishme ku Shqipëria duhet luajë rolin e vet. Edhe korporata shqiptare e investimeve ka një rol të rëndësishëm në ndërlidhjen mes investitorëve dhe sipërmarrësve të huaj me potencialin ekonomik që ofron vendi ynë. Është një prospekt i ri, është një horizont i cili ndonse ishte duke u kryer në praktik. Neve sot, e vetmja gjë që bëm, si korporat investimesh, i dham një mundësi dhe i dham një format shpresë interesit të më shumë se 70 kompanive të cilët janë kolos të zhvillimit në vendet e tyre në Evropë, që përfaqësojnë më shumë se 16 vende të botës. E vetmja gjë që bëm, i dham një formë, i dham një mundësi takimi, networking të këtyre kompanive. Kjo është vetëm hapi parë, është një proces. Korporata shqiptare investime në bashkëpunim me partnerët ndërkombëtar, partnerët vendas, do të jetë gjithmonë më shumë mundësia në mënyrë që kompanitë të gjejnë besimin për të investuar në këtë vend kaq të mrekullueshëm siç është vendi ynë. Por kur nuk është i mrekullueshëm vetëm për të bërë pushime, vetëm sepse ne shohim të tillë, po sepse edhe mundësitë e biznesit pa pasur një nënshtetësi të caktuar dhe pa pasur një emër të caktuar për fshirë sektor të ndryshëm, të kenë gjetjen e tyre dhe të kenë mundësinë për të bërë biznes. Pas forumit të Vjenës, do të ketë edhe forume të tjera të cilat do të konsolidojnë më tej interesin e sipërmarrësve dhe bizneseve të huaja që duan të investojnë në Shqipëri. Ky është vetëm hapi parë në muajt në vijim. Ky forum do të ketë një vazhdimsi në takimin e Tiranës, ku projekte konkrete, me takime konkrete, me mundësira konkrete do të mund të vihen në dispozicion kompanive në mënyrë që ky interes për Shqipërinë të mund të gjejë dhe realizimin e tij në një kohë të shkurtër. Ne jemi shumë optimist sepse shpreha e interesit e kompanive ka qenë e mrekullueshme, ka qenë shumë intensive dhe do të shohim në hapat në vijim, do të shohim sa ky shprehje interesi do të përkthehet edhe në projekte konkrete. Ne jemi dedikuar për këtë.
sepse e theksojmë bizneset ka nevojë të vinë në Shqipëri, sepse ky është momenti ynë, mundësitë ekonomike dhe bizneset ekzistojnë, hapat dhe të gjithë kuadri regulator që Shqipëria ka bërë në gjithë këto vite e tregon që kjo është një mundësi e realizueshme shumë shpejt, si në version virtual, si pa burokraci, ashtu edhe duke pasur mundësinë që të kapim tendencat e kohës dhe oportunitetet e biznesit që koha na ofron. Kështu që jemi shumë optimist për këtë. Nuk ka qenë një punë e lehtë, e kemi kryer me pasion dhe brenda kuadrit tonë të punës, ku Korporata Investime nuk është vetëm një partner për bizneset të ndryshme dhe për të bërë biznes në Shqipëri, por gjithashtu është edhe një facilitator i të gjithë investitorëve të huaj në mënyrë që ata të bëjnë biznes në Shqipëri pa burokraci dhe në mënyrë sa më efikase. Për të evidentuar sa më shumë potencialin e Shqipërisë, u zhvillua në Tiranë pak ditë më parë forumi i parë i investimeve BE Ballkani Perëndimor, që synon të forcojë bashkëpunimin ekonomik dhe mundësitë e investimit mes vendeve të Ballkanit Perëndimor dhe Unionit Evropian. Ky forum inkurajon dialogun mes investitorëve të rëndësishëm, liderëve politik dhe udhëheqësve të biznesit, duke vënë theksin tek fuqia e investimeve strategjike në transformimin ekonomik të vendeve, duke analizuar përvojën konkrete të vendeve të Europës qendrore dhe lindore, të cilat kanë shënuar histori suksesi në zhvillimin e tyre ekonomik pas antarësimit. Për kryeministrin Edi Rama, vendi ynë po kthehet në horizont të ri, duke nënkuptuar se investimet europiane gjejnë një ritëm shpejtësie të re. Ku inovacioni nuk e gjen veten të zhytur në pirgje letrash, por si një nevojë e përditshme që përmbushet nga përkushtimi i pakushtzuar ndaj Bashkimit Evropian. Nga kërkesa jonë për antarësim teorik synë për rritje, po përvijohet një hartë e re, jo në letër, por në hapin tonë të ardhurit bashkë e më afër Bashkimit Evropian, në fluksin e turistëve dhe investimeve europiane dhe në zgjimin e një ideje të thjeshtë, por të fuqishme që Ballkani Perëndimor nuk është oborri i pasëm i Europës, as lagja e tij e dorës së dytë, por horizonti i tij i ri. Një horizont i ri, jo prej muresh e kufish, por horizont energjie dhe imagjinate. Një horizont ku Europa mund të rizbuloj shkathësinë e saj dhe nxitjen krijuese. Sa më shumë hedhim syt nga bota rreth nesh, ku loja e madhe e ekonomisë lëviz me shpejtësi, ku zinxhirët e furnizimit dridhen, ku teknologjia riformson jetën orë pas ore, ku tranzicioni i gjelbër kërkon jo vetëm rregulla, por kuraj, aq më shumë ndjejmë si kur më parë nevojën për më shumë Europë. Horizonti i ri për mua do të thotë një vend ku investimet europiane gjejnë një ritëm shpejtësie të ri, ku inovacioni nuk e gjen veten të zhytur në pirgje e letrash, e ku rezistenca nuk është slogan, por një nevojë e përditshme që përmbushet nga përkushtimi i pakushtëzuar ndaj Bashkimit të Europës. Ndaj, le ta zvendësojmë potencialin me qëllim, le ta kthejmë këtë kënd të Europës në një korsi të shpejtë të transformimit të Europës. Le të imagjinojmë një zonë të përbashkët të horizontit të ri, një ekosistem të ndërlidhur, ku investimet miratohen, jo për vite të tëra, por vetëm për muaj, ku përputhshmëria është e thjeshtë e transparente dhe e ndihmuar nga inovacioni, digitalizimi, inteligjenca artificiale, ku ligjet e tregut piktakohen me vlerat e Bashkimit Evropian. Le ta bëjmë një hapësirë të gjallë jetese për bizneset e sjella afër, jo vetëm në prodhim, por në besim. Le ta bëjmë një vend ku kompanitë europiane vijnë jo për krahun e lirë të punës, por për partneritete inteligjente. Vetë presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen u ndal në disa pika të rëndësishme që lidhen me zhvillimin ekonomik të Shqipërisë dhe rajonit.